Atëherë përshëndetje, unë quhem Besantila dhe pyetja ime për ju është: a keni ndonjë ëndër të fëmijërisë që nuk e keni realizuar akoma, por e mbani atë në zemër? Po, një ëndër e kam pas, po se kam realizuar. Kam pas menduar se do jem mësues matematike, nga që kam pas 10 gjithmonë. Historia e qërës që të shkoj policë, si duhet matematika me policinë kombinojnë, edhe kaq, pastaj nuk është se kam pas në ëndër për politikë, e kam urry policinë se kam pas në konsiderat. Dhe më thënë, ajo ëndra që kam pas unë, kjo ka qenë. Edhe mësues më kam pas fokusu për matematikë. Përshëndetje, unë quhem Donaldi, faleminderit për mundësinë që na keni dhënë mbi gjitha për me bëj ta kemi mirësor me ju, edhe kisha dëshirë me ditë kur keni qenë adoleshent për mosha jonë edhe keni pas me bën zgjedhjen, a ke menduar ndonjëherë që të bëhesh ose cilën ke pas më shumë dëshirë të bëhesh shef policie apo kryetari një bashkie tjetër nga jo vendinjës tuaj? Asnjëherë as tjetër. Kjo puna e policit ka qenë rasti komplet. Unë kam qenë formatu për shku oficer ushtrie, në Begës. Kam pas një aksident me familjen time që nuk kam pranu, një histori pak si e ngathrume kështu, po në fund pastaj kam shku në shkollën e lartë njësisë punët të mërshme në atë kohë qute kështu. Dhe 4 vjetë kam marru për oficer policie. Po, pa pas në një, nuk është se kam pas në me thamë qef të madha, po jam dje shumë komod kur kam shku. Pasaj, kur kam shku aty, normalisht kam qenë, absolutisht kam qenë të rreshti studentave ndër më të mirë, që ta keni shumë, gjithmonë kam qenë mbi 8, ose një kam pas gjitha 10, si kam pas. Kam mbaru shkollën e mjësisë brendshme, kam dalë në punë, pastaj, por nuk është se kam pas ëndër të realizuar time. Përshëndetje, kryetar. Unë quhem Aleksa, mësuese e shkollës Atë Shtifën Gjeçove. Atëherë, në fillim e lejo të them që ndihem shumë e lumtur që ndodhem sot përpara jush si një gazetare e vogël duke të interesuar. Edhe unë i lumtur që më bë pyetje ti. Kisha shumë kurrizje të dija në lidhje me fëmijërinë tuaj, kur ishin një fëmijë i vogël, pra në moshën 10 vjeçare sa unë sot. A ke qenë një fëmijë problematik apo një fëmijë i qetë? Ja, s'kam qenë kurrë problematik. Kam qenë i qeti vllai i dytë ka qenë, pak si i lëvizshëm kështu, ishte më i shnor se unë, po kam qenë i urt. Po kam qenë më shumë modelin e studiozit, parasysh. Bile po të marrësh tipin tem sot me të atëherë është komplet tjetër gjë. Nuk e di pse tu rritë kam filluar tu trullos më shumë. Kur kam qenë i vogël, kam qenë fëmija më i fokusum të mësimi, të shtëpia, s'kam bë kurrë sherre, s'kam kriju kurrë probleme. Prindë kanë qenë gjithmonë krenar, gjithmonë kam pas fotografi në tabelën deri si nxënës i dallum. Kam qenë gjithmonë në elitën e aty kam qenë i privilegjuar i mësuesve, gjithmonë. S'kam pas probleme, rrisha shu, bile kam pas i kletë se më qëshë mësus, kër nuk mësotën në njëni, dhe qo, unë kam ndërëu, thuja mësimin. Tregoj ati se si mësovat, unë vishin në sikletë. Kështu si me qënë klasë tënde, me të quti dhe me thonë thuja një nësansit. Unë quhem Anabela dhe vi nga shkolla Gjergj Kastrioti. Ne gjithë e dim që secili ka kujtimet e fëmijërisë veta, që janë shumë bukur dhe momentet kur ne luanim së bashku. Nëse ju një ditë do të ktheheshit aty nga ishit nisur pas në kohë, çfarë momentesh dëshironi të shihni nga kaluara? Për mua kanë qenë kujtime më të mira, kanë qenë kur shkëshim në Katun, te njerëzit tonë, kanë qenë një gëzim shumë i madh. Ke parasysh se kishin një ambient tjetër, ishim gjithmonë
Unë zakonisht shkësha si me thonë, te Agja, po Agja ishte dhe burri tezës njëkohësisht, ki parasysh. Pra ishim 2 vëllezër, 2 motra kishin marrë dhe ishim si me qenë. Dhe ajo që ishte më e bukur ishte kur bëshim atje në fshatit, shkoshim me dhi, shkoshim me ble buk një 1 kilometër larg, shkoshim me ula në lumë, ka pas lezetin e vetë ajo punë. Shumë gjëra, heqim në mal, rrishim me atë ambientin ndryshe, ishte dilçe nga ajo monotonia e përditshme ku ishim mësuar dhe shkoshim në një ambient tjetër, po ishte shumë më social, domethënë më i pranueshëm, më i pastër, më shumë klima, gjitha ushqimi bëshin diferencën. Quhem Emiliano dhe fillimisht jam falendërues që më merr mundësia që të bëjmë një bisedë me ju dhe doja të dija nga ju, a keni pasur ndonjë mësues që ka dhënë një shtys ose frymëzim që të vazhdojit përpara për çdo që keni pas dëshirë që ta bëni. Pra, si tip motivues. Mësues matematikës, tash po ju them edhe një herë, kam qenë absolut matematik, absolut. Mësues të matematikës më kanë mbajtur kështu si aset. Edhe nëse të thash edhe një herë, nëse ato më kanë shtyr gjithmonë para. Duke qenë se matematika tash ka qenë edhe psikozë, nuk e di si janë sot. Pa atëherë ka qenë edhe psikoza. Ky është i mirë matematik, të tjerët thoshin e bëshin në tolerancë edhe kur nuk isha në nivelin që duhet. Po mësuesët e matematikës gjithmonë më kanë inkuraju, më kanë bërë si model. Përshëndetje, unë quhem Rani dhe vi nga shkolla Gjergj Fiqta. Dhe do dëshiroja të dija si ka qenë fëmijëria juaj dhe çfarë ju kujtohet më shumë nga ajo. I thash pra, kur shkoshim në fshat, ato mbajnë mend më të mirën. Përshëndetje, quhem Samantha Gjetja dhe doja të më tregoni ta keni pasur ju një moment ku në fëmijërinë tuaj zëri juaj është i dukur si jeni dëgjuar ose i injoruar dhe si ka ndikuar ky moment në mënyrën se si ju shikoni tani çështjen e të drejtave të fëmijëve. Shikoj, nuk ka qenë jeta si sot. Ka pas tjera kushte, tjera parametra. Para punës si herë, ne s'kemi pas luksin të vishim si duam ne herë, sikur e bëni ju. Shkojnë të shtëpia, shifnin njëri tjetrin se bleu njëri dhe me bleu ti, prindit në vjen në krizë, se unë jam prindi i 3 fëmijëve edhe jam gjyshi i 3 djemve. Pra jam qik si i rrafun me këto lloj historisë të reja, atëherë se kishim këtë luks. Dhe më thonë, një palë pantallona kur baba im i hoqi të Itali dhe i shkum i rregullum i bon për mua, ishte kënaqësia më e madhe e botës. Dhe më dukte vetja sikur jam super i veshur. Ne s'kishim mundësi me kërku shumë atëherë. Sa as ishim mundësi. As me kërku ushqim, as me kërku drek, as një gjë. Pra drejtat tona ishin të integrume me një lloj gjendje që pak a shumë ishte e detyrume. Nuk ishte se unë do ta kërkosha një gjë dhe do ta gjesha. Ajo ishte, domethënë do shkosh tash, domethënë një javë ditë grosh, po s'deshe me hangër, ngele pa hangër, nuk ishte rrugë tjetër aty. Pavarësisht se personalisht, domethënë, Mimat ka qenë drejtuese, ka qenë njëri kështu, po prap pak ndryshoshim nga gjithë. Ka qenë një situatë ku statusi social i familjeve ka qenë aty, pra nuk kishe shumë diferencë. Edhe unë e kam përjetu edhe situatat e vështira, ekonomike, të asaj kohë, kur pasaj ne s'kishim çfarë të kërkoshim, ne doshim me kërku mish, po s'kishte mish, një javë ishte me racion. Nuk qëllove se ke zënë radhën qysh në darkë, ike ngele pa gjanë. Kështu që kanë qenë kushte komplet të tjera atëherë dhe të drejtat e sotme. Me të atërshme, s'ka pas shoqata si puna martës me shokë që të bëjnë drejtat e kësaj e të asaj, atëherë ta fusesh në takë mësusja, kres, histe këpuz në vap, të kapte këtu të favoritet, ta fusesh pull në mes klasës, të rrifshin prind mirë, edhe më kanë rraf mu, më kanë terë, herë për disa herë. Unë s'kam pas kujtë me anku. Veç me anku,
Është se po bëjmë shaka, mbyllshin banja aty, rreshin 2 orë. Ka pas sistem tjetër, edhe penaliteti, edhe sjellje, edhe qasje. Kjo ka qenë shoqëria, kështu ka qenë ndërtu, kështu jemi edukuar edhe ne. Ndoshta disa shfaqje agresive që i kemi ne nga herë, i kemi përpasoj të asaj që kemi kalu, po ju jeni në tjetër histori. Në tjetër histori, vajza ime që është e shkollu me jashtë shtetit, edhe më thot mu një herë, thot, ti babë, thot, ti e pak i ashpër. Ngella kështu, i thash po pse i ashpër, i thash unë? Po sepse i vendos sa rregulla dhe ti rrin ato rregulla, i thash po në shtëpinë time do kam të rregulla, kur shkosh në shtëpi tonë vajz, tash jam me 2 fëmijë. Vendos rregullat e tua, kush kanali thash. Unë nuk të hyj të shtëpia jote, të po në shtëpi time do i vendos unë. Tash unë kam një kombinacion mes 3 dhe 10 vjetrës, më pëlqen pak edhe ato rregullat e dikurshme, sepse kanë pas atë moralin mbrana, jemi realist. Ne kemi qenë larg disa veseve, nëse kemi pas mundësi me i pa. Disa vese që janë sot, për shembull, që fillon duhani, kush e mendon atëherë mund të ishte 1-2 që qellote në një kështu nxans, po s'kishte mundësi me mendu. As alkoolin s'kishte mundësi, jo më këto substancat e sotme që janë shumë as nuk mund të kaloshin nëpër mend. Kështu që janë 2 qasje komplet të ndryshme. Nëse flasim për drejtat kanë qenë të sankcionuar aty. Sot ju teket ju 1 herë, 2 herë, të tretën duhet më mendu me plotësu se hajde merrem. Përshëndetje, unë jam Asja Kola dhe fillimisht jam shumë e lumtur te krenare që ka mundësinë të jem pranë jush. Së dyti do doja të dija se cili është vendi juaj preferuar në Lezhë. Ai vend që ju bën të jeni më afër njerëzve që doni dhe punës. Një vend fizik. Tash vendi preferuar jemi është i preferuar. Kushti me dalë aty në Bregdetit me pi kafe, me bë mohabet me marrën. Mi po për shkak të detyrës, që kam po them si person, si Pjerin, pastaj për shkak të detyrës, unë jam i detyruar me qenë në orën 8 të puna, dhe me marr për ditë me shumë gjëra. Për shembull, një ndër gjërat që s'komandoj dot është kjo takimi me njerëzit që për shkak të atyre unë u vënova edhe këtu, sa ty isha në zyrë. Nuk është se nuk e preferoj si punë, është një stilin tim. Më kam qenë deputet 6 vjet, por nuk ishte në stilin tim të bëmit gjërave. Unë nuk jam njëri që marr komandë kështu me urdhër. S'm ka pëlqyer asnjëherë, s'ka për të më pëlqyer kurrë. Qeni deputet që kam pas bëu efekte kështu, edhe kundra mrena forcës time politike. Një ditë e parë se mos jam për këtë lloj skeme. Dhe unë kam menduar veten gjithmonë si menaxher terreni i mirë. Në polici shtetit kam qenë më i miri. Absolutisht në pjacën unë kam bërë zëdoj i përgjithshëm i policisë shtetit dhe drejtori i Tiranës kam qenë në drejtimin e policisë, pra se njëri banalizon shumë, më ky polici, kam drejtuar gjithë policinë e shtetit shqiptar. Dhe më dinin time kam lënë emër shenjë aty, nëse kam një emër e kam aty, kam drejtuar edhe komisariatin e policisë Lezhë në 97-ën, kam filluar karrierën në Lezhë, 92-shin. Jam bërë me fëmijë në Lezhë, me prind këtu me gjithë pasaj që i kam marrë. Puna për mua është ajo që më ndjej vetëm më komod kur e bëj, kur ulem e bëj dhe e shoh se janë duke lëviz gjërat, atëherë filloj mendoj pozitivisht vetëm ndjej një farë kënaqësie, por nuk kënaqem kurrë në kuptimin absolut gjë, se pushteti lokal është një sport me shumë rrjedhje. Që ti mbyll një rrjedhje 2 e del një tjetër. Njerëzit se po bëjmë edhe pak kështu që njerëzit është shumë e vështirë të gjesh kënaqësinë që t'ia adhurosh gjithë njerëzve dhe thush aty si ka problemi, po gjithë janë të kënaqur me mënyrën se si ti punon, s'ka mundësi. Unë kam 3 fëmijë dhe s'maj me një herë të jem ul kështu në karrige dhe them ja kam bërë qefin të 3-ve edhe jam i qetë. Sepse njerëzit mendojnë ndryshe, kanë mënyrë tjetër matjes së gjanave, duhet mirë kuptu nga i herë, po duhet me na kuptu edhe ne, se
për sa kohë ne përkushtohemi, bëjmë lëvizim diçka, do thotë se ka diçka që pa ecën, nuk po rri. Pra ka diçka që po oksigjenohet në kuptimin e jetës, pra po merr oksigjen, po merr lëvizje, si puna ujit. Po e le ujin aty, fillon e krijon alga, krijon erë. Nëse lëviz uji, atëherë do thotë se po. Dhe kjo më jep kënaqësi kur shikoj para gjëra që ecin. Që fillojmë ty duke vu para, për shembull sot që flasim, ne kemi vu shumë gjëra në vit dhe unë kam një farë kënaqësie, sepse ne kemi nxjerru borxhin, kemi kriju një situatë investimesh ku shkojmë nga 67% që jepshim rroga, tash shkojmë 58% i japim investime. Pra shkojmë në krah tjetër, nuk e kemi më bashkinë vend punësimi, po e kemi vend shërbimi, ku ne mundohemi të japim shërbim, përmirësojmë një gjë, të ndërtojmë projekte, të fitojmë projekte, jemi bashkia në 4 bashkitë më të mira me projektet më të huaj që kemi fituar. Jemi ndër më të mirat me projekte që marrim nga qeveria. Jemi ndër më të mirat me buxhetin. 2 herë me të BE-s ne kemi qenë panel, edhe dje kam qenë panel me një konferencë shumë të fortë me gjithë përfaqësuesit e huaj, me ambasadorin e BE-s, ku ne jemi përzgjedhur për të thënë men atje në panel. Edhe para 2-3 ditë, po kemi qenë panel në një tjetër rast ka qenë martja aty, që ne përzgjidhemi gjithmonë si bashkia kjo më jep kënaqësi. Përzgjidhemi gjithmonë si bashki model, domethënë në vit nuk ka perfeksion. Ka plot njerëz që thonë Perëndera çu ka ardhur, lexova diku në Facebook njërin, ky ka prunë të gjithë zezat në lesh, majeni se apo shon, unë ndoshta i kam prunë, po di, se di. Përshëndetje, unë quhem Daniel dhe isha interesuar të dija nëse do të theshe sërish për shkollë, cila do ishte gjëja parë që do të bëje? Se kam menduar në herët. Se di. Në shkollë më buk me vete. Shiko, kjo do të tregoj një gjë për këtë bukën me vete. Vajza ime, sa unë një vajzë kam, merrte bukën me vete në shkollë të mesme. E ka botë sa mi frashe, e mërë me veti, dhe gjithë në zonë që ishën të e po këshu. Ajo mërë gjithmonë me veti, edhe prej aty shkon të artët, se ka studiu të artët, pas e ka bo master në Gjermani. Shko të artët dhe mërë po buk me veti të artët, mi po të artët një tip, ki parashish, se du me dalë diku, pra nej, se thash, se përmena kotët bukën me veti, se ajo ishte gjë e lezeshme në shkollë, kërë mërshim edhe hapshim aty në bangë, edhe ashim gjithë, ose në troshim në i gjomi në i tjetër. Ishte shumë e këndshme edhe kjo si edhe vajza ime merte të ashti të artët, shkot aty, dilte jashtë ishtë një 3 stola, nga njerë merte këshu sup me një tas aty, dhe ulte dhe jashtë nga dhe do angër. Gjithë është ishin si e marrë. Shive kjo, si banë. Unë isha deputet. Shive kjo si banë, sigur s'ka lek, s'ka bo. Një herë, 2 herë, e vazhdojnë në vetën e, sa është tipi, si këto artistët që i kanë botën e vetë. Vazhdojnë në vetën e jo. E dikur këto të shkollët i thënë, se kjo aty të shkolla mesme fillun të e marë gjithë. I thanë, po ti, unë marë se e marë ushqim prej mamit tim edhe ma përgatit dhe e kam më të sigurt. Shkoj aty, unë ku di unë qaha, e marë për sigurin time, për shefin tim, se marë se s'kam lek me ble një këshu. U bo shkolla, se më thoshin ato pedagog, u bo shkolla, pastaj gjysma, ullshin gjithë, dhe ashin bashkë. A i ka lezetën e vetë dhe kur ullësh socializohesh, se është edhe një mjetë socializimi, një mënyrë shumë e bukur që ti t'ullësh dhe bashkë me shokët e tu. Ta është në gjë, dalësh vrap të gardi aty, suflaqe, patatina, du t'i ishni nga qarkullimi këto. Përshëndetje, më quhem Alisa, kënaqësi për mua të jem sot këtu. Pyetja ime për ju është, çdo njeri ka të metat e veta, e pak njerëz i pranojnë ata. Po ju, a keni ndonjë tëmet që e kujtoni gjithmonë dhe kërkoni ta përmirësoni? Po, me bëmë më pytë mu më duhen gjithat metat mirë, duhet më rregull asë gjohë. Shiko, një njeri që ka ambicje, unë jam tipi njeriut me ambicje, jam një njeri që
domethënë mendoj që një dikush që nuk lëviz nga vendi, nuk është i predispozuar për të para. Normalisht që në punë e sipër mund të bash edhe gjëra gabim. Edhe bash. Nga herë për shembull një defekt që ja di vetes është edhe në shtoj dozën pak më shumë se duhet nga herë me kështu, po pastaj e kuptoj dhe e filloj marrë me të mirë, për shembull. I flas marrëdhës ka herë, po pastaj them ti je më mirë s'ka si ti, edhe kjo. Një javë qetësova. Kështu që ndoshta stili jemi të menduar gjanave jam pak më kështu i disiplinuar se duhet. Duhet me i shliru pak edhe nga i akti. Dhe qenë që tip serios, tip për shembull që unë kur shkojnë tavolinë me ul bashkë, për shembull mund të bëjmë gallat, po te puna s'bëj. Te puna atje domethënë kur vim mrena duhet ta bëjmë atë punë edhe filloj të tensionohem nëse s'ka shku diçka mirë, pse s'ka shku, na lëni detyrë, pse sa bë. Ndoshta kjo tipi presioni që ushtroj unë ju bën dëm disave, për shembull se ka mendime të ndryshme. Po, a me nerva kryetari, a është qetë kryetari? Po çket jam me nerva, s'ka vdek kushtu. Pra ndoshta do ul pak doza e kësaj. Fatkeqësisht mandat dytë unë kam shtu. A kupton se këto menduan, mori mandatin e dytë ky dhe tashti s'do vi më në orën 8, do na lë rahat, unë mandatin e dytë dhe mazi. Se e parë se më priqin që t'ja ulshoj litarin, po në fakt ajo puna është për të bënë, ne jemi nominu për të bënë një punë aty, ajo puna është në përgjithësi, nuk është e lehtë për ta bënë që ta dini. Ndoshta në pamin nga jashtë, në ky kryetari i bashkisë me këto rrinë e bëjnë aheng aty, po nëse do vini të monitoroni vetëm një ditë, më marrni një grup, ju sigurisht jeni këtu, më lënë diku aty, te karrigat e mia dhe me pa se ç'a bëj unë nga filanorët, do të dilni jashtë dhe të thoni ky nuk është normal. Sepse ne kemi një problem që ta dini, e du ta fut një koncept këtë, për te logjikës që thënë njëri, jo po një kryetari në Gjermani, jo kryetari në Amerikë, jo kryetari në bën kështu, jo bën kështu. Kryetari në Amerikë, as Gjermani, as në Angli, as në Itali, nuk është një kryetar si në Lezhë ose si në Shqipëri. Në Shqipëri sa të dal jashtë unë, 2 kushe, 3 nipa, 2 komshi, 4 shok, jemi në tutelen e njerëzve që ne i njohim, e na njohin. Pa të vjen tjetër i poshtë, thot ka marrë me të taku. Dje, jo më larg se dje, u bën një pyetje aty, ishte një ish kryetar bashkie i Suedez. I tha, si se ra puna e përfshirjes së njerëzve në vendimmarrje, e le ç'a thënë BE-ja. Ma si bona unë një pyetje mrapa, i thash, na jepni një model ju me këtë, ne kemi një javë që bëjmë konsultim publik, mbledh njerëz atje, tregojë ç'a do bëjmë, kush e bën këtë? E bën Gjermani, harrojeni këtë punë. Vetëm ne e bëjmë, ose atakoni njerëz kryetari i bashkisë, tha më falë, tha, se kuptova pyetjen. Por kryetari i bashkisë në BE-ja, a pret njerëz, a ka orar pritje, futi njëri në tim. Me keq vëllata, kryetari i bashkisë nuk ka më prit njerëz, është më ndërtu politika me fut njerëz në punë, tha, nuk është më prit sa njerëz vinë aty. Dhe 90% e njerëzve që vinë për punë. Dhe në këtë 90%, 100% ose 90 tjerë, mërna 90-shës, vinë për punë, për mos marrën punë. Ja, unë do më marrë një rogë, ja, me lëpatë, së në përnej, ja, kështu më thëmë shpina, ja, po kështu, ja, pashtu. Përshëndetje, unë quhem Kristela Mardode dhe me të vërtet ndjem shumë e lumtur që sot jam pranë teje. Dua të di se cila ishte ëndra juaj kur ishit fëmijë dhe kush ishte frymëzimi juaj. Thash pra, matematika ka qenë, për të bëu mësues matematike, s'kam pas në frymëzim, kam pas dhunti, si duket. Po, më ka se kam qenë i frymëzuar, fare. Frymëzohem vetëm se dikur lexosha shumë. Si nxënës kam lexuar shumë libra, si student, deri student paktën kam qenë i super ngarkuar me lexim, përndër shtyllat e tjera që kam pasur unë, për shembull, ka qenë leximi. Kam lexuar letërsi pafund, paktën çka ka qenë asaj kohe, nuk besoj të ketë qenë
këtë pas libër që unë se kam lexu, as me poezi, as roman. Pastaj kur kam dalë në punë, nuk mund ta them këtë. Kam lexu po me hope, me që po dalë nga matematika, bile unë kam një histori me 90 që ta dini, që e kam thënë edhe në televizor këtu në 97 më bëmë unë shef komisarati dhe i shkoj 90 ka qenë, besoj e keni parasysh, ka qenë një ndër poetet më të famshëm shqiptar, po prej Lezhës, ka qenë brillant, edhe unë sot ja di përmendsh vjeshat aty. Edhe ai ishte kryetari i rrethit për Partinë Socialiste. Në 97 unë bëhem shef i komisariatit të policisë të Lezhë edhe i shkova. Nuk kishim pas ndonjë kontakt, përveç se unë e nifsha si poet, edhe është në pjacën e poetëve shqiptare. I shkova në zyre, thash kryetari si je, e mirë, më shef i komisariatit, hadi isha në uniformë policie, kuptohet, edhe i thash kam shumë respekt për ty, edhe si poet, edhe si kryetar. Dhe pa një herë dhe me ka bo një fyrje kështu nga këto, ti tha, si kryetar më njeh, si jam kryetar i pushtetit, tha po, si poet, tha, emrin ma keni gjuhë se ti nuk e besoj se në jetën tënde ti mund të kesh lexuar një poezi nga poezitë e mia. Ngjela shkoi tash, kryetar, po të recitoj vjeshat e tua tash. Pa lut për veni. Vjeshat e mia tha, tuat pra. Edhe pa tha ja, e thash po. Sa gjëra shëmtuara si grindja dhe sharja ndodhin për ditë mes rrugës madhe, po më bukura më hynore puthja vazhdo të ngjelet ilegale. Shumë pak shumë herë. Tash e thash ka stili këtë, si e ka shumë bukur. I futa dhe dy tjera, shpejt e shpejt, është ngrit në kam se nuk e kapte truri në zgjedhjes se një oficer policie me grada mund të recitote vjeshat atje dhe këto policë s'marrin vesh fare edhe punë e madhe. O që më kapte në gryk, e më kërkote falje, e më thote me ke thonë një mësim, më këtë thashë, a deshe me po, hajde të bëjmë. Letërsinë e kam pas një tjetër shumë aset, nuk lexoj në një po, se kam shumë ngarku me ditën edhe shkojnë në darkë në shpi, qëllon që jënë njërë sistematike, që mos të rrejnë, se unë qoha me lexoj e bëj namin e ktheje, mund të marrë një libër shumë dhe i lexoj disa rreshta, e kam këtë libër meditimet të këtij Mark Aurelius, spektakolar libër, ja sugjeroj, ishte një vegjë po është edhe për ju, shumë i bukur. Edhe e kam marrë në panajerë të librit, ma kanë falë. Dhe nuk isha, e di se ka qenë perandori i roman, ka qenë shumë i zoti, po se ka shkruajt kaq bukur, nuk i kisha hyrë në themel. Të jesh një kryetar i bashkie është një peshë e madhe dhe një detyrë me shumë përgjegjësi, po gjithashtu dhe me shumë ankesa. Cila është sfida jote më e madhe që e përballon çdo ditë si një drejtues i bashkisë? Problemi më i madh që kam unë në atë karrige, që domethënë kam tritol poshtë karrigës, është kërkesat për sanitare. 359 kërkesa, që të gratë e nipave, stërnipave, kushrive të minja, të partë. E që të gjdo lloj robi që vjen aty, dhe me thonë, është të tmerrshme. Problemi është ky që ta dini ju. Sot që flasim ne, sot që flasim dhe këtë bilancë e bëm në panel atë ditë për punësimin, sot që flasim ne, zyra punës ka 250 vende pune të biznesit që i ka aty në tavolinë. Njerëzit nuk shkojnë në biznes pavarësisht se e kanë rrogën 2 fish, po vinë në shtet. Nuk ka vend në botë që shkon ti të kryetari i bashkisë dhe thuk ke për detyrë në shtet. Më erdhi gru para 4 vjeç bashkë me rrehen e vet. Para 5 vjeç bile, në vitin e parë ka qenë. Para 5 vjeç rroga 400.000 lekë ishte e madhe. Pra atëherë rroga bazë 260.000 lekë ka qenë, tash po shkon 500 euro. Po dyfishohet. Dhe më thotë, mu kam nevojë se bashkë me nusën e vet, i thash unë e veshur me veshje militore, i thash po, një biznes më kishte thonë 400.000 lekë me siguracione, i thash e keve në punë. Flaka mos e tanë më mundë. Pse? Thash të kena ardhë, tha për në shtet, s'ka vend në shteti, thash unë shko atje, që problemi ka, rroga është më e madhe, merë 150.000 lekë më shumë.
Jo tha, në shtet, vëjzojnë, edhe unë po e mbasha ata, vëjzojnë, thash po, shko aty, sepse merr më shumë dhe ke vend në punës. Kështu tallën me popullin një, se vjen tërë, po dhe plaka. I thash mirë, dakord, qetëso. I thash ti me dal jashtë, ti nuse, i thash unë, mos shko më me vjerë me kërku punë, se kemi lënë fëmijët pa punë. Kjo është halli më i madh, domethënë, që kam atje. Unë doja të dija më shumë se a ka Bashkia Lezhë për momentin një plan konkret në lidhje me ndërtimin e një parku sportiv në njësinë administrative Shëngjin, sepse po të pyesish gjithë brezë im në atë zonë ka mas shumë të këtë problem, edhe pse di që me mbledhjen e fundit këtë thënë që do bëhet pallati i sporteve pranë zonës Knas, po me qendrën e banuar është afër 1.5 km larg. Edhe ne vetë si shoqëri, pallati i sportit dhe që më të shtëpia në rrugë. Se s'bëva kjo ajo, po. E para punës, kjo është një projekt idenia, nuk është e konkretizuar, ne po e diskutojmë. Shëngjini ka disa nevoja tjera, herë, kur vim të sporti, është një histori e cila është e vështirë për të akomoduar aty, sepse titujt e pronësive janë pothuajse privat gjithë tash. Edhe është shumë e vështirë që të gjesh ti një marrëveshje për të bërë mund të bësh një kënd sportiv, një kështu. Shëngjini ka disa gjëra në proces tash që e para punës është bypassi Shëngjinit që ka filluar një që është e domosdoshme. E dyta, Shëngjini ka 3 ndërhyrje të rëndësishme në eliminimin e ujërave. Pra po e ke pa me një orë shi ti mbushet shëndetoria, mbushet rruga kryesore, mbushet kunja. Ne kemi vu 2.7 milion euro në dispozicion si bashki me fondin tonë për ta eliminu këtë, mbi këtë, pastaj kemi rregullu sjelljen është linja 20 kV e dritave që mund të hymë në sistem shpërndarjes. Ka disa probleme të tjera që janë para këndit sportiv. Çështja e pallatit sportit është duke diskutuar për të bëu atje, por në një marrëveshje treshe nëse do arrim me ato që me bankën që ka depozita që dispotojnë për aty dhe me një kompani private e cila do të ndërhyjë për të bërë terminalin e autobusave edhe parkingun nën toksor dhe sipër. A du me alternu gjallë dhe ne të bëjmë pallatin e sportit me fondet e qeverisë. Nëse do realizojmë këtë, do ta shohim nga viti tjetër. Besoj nga viti tjetër deri në mars do ta kemi konfiguruar gjën. Nëse do mundemi, ne si bashki aty s'kemi gjë për shpenzu, normalisht. Po privati me qeverinë do të bëjnë punën që ne ta bëjmë një dizajn. Masaj gjithmonë në shteti duhet shikojnë edhe investime private, për shembull, por nuk shkojnë në Shëngjin drejt këtyre rikualifikimit ose bërë të fushave, kalcetove. Në shumë vende janë bënë nga privati vetë. Kështu pa mundur shteti për shembull të bëjë, si më thonë, nga një kënd sportiv për çdo njësi administrative. Sot është e avancuar ajo. A duhet, po buxheti i bashkisë, aja është. Mos harroni se ne kemi gjetë bashkinë me 4.6 milion euro borxh. Pastaj tërmeti, pastaj pandemia, pastaj kriza ekonomike, njerëzit kujtojnë se aty është merr thesin, merr lekë edhe ndaj si dush. S'kesi ndanza, aq janë. Na desh me la borxhet, është i dyti buxhet që ne shkojmë me 0 borxhe. Pra kemi dhënë tjetër mundësi. Dhe këto mundësi që kemi dhënë ne kemi dyfishuar buxhetin. Nëse kemi marrë me 12.7 miliard që ta keni kështu, ne jena me 25 tashti. Tashti, në 2026 në kemi buxhetin, jena me dyfishin e kemi menaxhu dhe mendoj se jemi mos më thonë vetëm me bashki që shkojmë me dyfish buxheti për 6 vjet. Qeveria ka shku po për 12 vjet me dyfish. Ne për 6. Dhe mendojmë ta thellojmë akoma më tepër që pa llogarit thotë qeverisë pastaj që i marrim në formën e investimeve publike. Atëherë, di që qenëri një kryetar bashkie është një punë shumë e vështirë, domethënë që ka përgjegjësi shumë të madhe, po
A është në planet e afërta të bashkisë ndërtimi një kënaqje në maje? Po, është. Në qendrën këtë të fëmijëve, që KFN do ta e kemi fut në projekt të restaurimi dhe me ta restauru do kujdesim aty që të bëjmë edhe ta konvertojmë edhe në kinema përveç se qendrën e fëmijësh. Plus që do lirojmë edhe të arsimore dhe lëvizjes për aty, do lirojmë edhe gjithë ato ambientet që mësues të ndryshëm të bëjnë. Po t'i faleminderit se e di se punë e vështirë, se shumë vetë nuk e din. A keni ndonjë plan konkret për plotësimin e nevojave të fëmijëve? Nevoja çfarë nevojash për shembull? Për shembull, nevojat bazë ose diçka që është pak problematik. Çfarë për shembull? Diçka që ju keni në plan ta bëni. Tash ti çka fund do ta bëjmë për fëmijët. Dakor? Këndën e lodrave bëm për fëmijët. Keni ke shkuar te këndën e lodrave në herë? Po, kam shku. Pëlqen? Po, më pëlqen. Po kur e nisa me bën, aty ishte bë kështu gropa, e thënë bëjmë servitje, aty s'bëte kush servitje. Dhe pastaj dolën e thonë që jeni do me vjedh tokën, do me bë pallate. Po nuk dalin me kërku këto politikisht gjitha. Unë fakt s'kisha në plan fare me bë asnjë pallat. Ne do bëjmë edhe një pedonale tashti nga Millennium ku mund të aksesoni edhe ju me prind deri te xhamia një pedonale sikur kanë gjithë bota. Do bëjmë parkingun nën toksor që besoj se miratojmë shumë shpejt te stadiumi dhe mbi stadiumin do bëjmë një park tjetër kreativ, park me gjelbrim, me shatërvan, me shesh, do bëjmë një tip amfiteatri aty që ju të shkoni aty të bëni edhe shfaqje edhe gjona. Mendoj se do bëjmë edhe një korsi bicikletash që do i shkojmë rrotull kështu, ku mund dini fëmijët shesh ku mund të lëvizni me monopatina, si ç'a bëjmë. Po aty në shesh jo, ne kena bllokuar rrugëve pazarit, po jo atje. Dhe do të bëjmë një shesh kreativ ku gjithë grup mosha të dalin aty. Nëse fëmijët janë atje, ne do ta bëjmë patjetër, lezhë mungon. Lezhët tashti po adreson ujërat e zeza dhe ujërat e bardha, besoj shumë shpejt do ta shikoni qytetin në rromuj pak pune, por duhet se s'ban se qyteti përmbytet, qyteti ka ujërat e zeza nëpër pallate dhe ndri. Ne do i heqim komplet dhe qyteti nuk do mbytet më dhe ujërat e zeza do disiplinohen dhe shkojnë në impian. Mbi ato ne kemi 43 rrugë që do i bëjmë tashti. Pra gjithë aty shërben ju. 43 rrugë në qytet, ne fillojmë punë tash. Fillojmë me frutorën, fillojmë me lagjën e figjëve, fillojmë me periferinë komplet me gurrat sipër të shtëpiat e vjetra, fillojmë në disa lagje, në lagjën Nën Tereza komplet bëhet, lagja spitali komplet do bëhet që është në punë tash. Po futen tubacionet atje. Pra gjitha këto ju shërben ju fëmijëve jetës, cilësisë jetës, lehtësisë, pastaj do bëjmë gjithë sinjalistikën horizontale, vertikale, do rikualifikojmë gjithë lulishtet, instalacionet të përsheshe. Do jetë një proces pak që do na zgjas 3-4 vjet, po ne do t'i realizojmë gjitha. Qyteti pa diskutim do bëhet ndër më të mirë në Shqipëri. Mënyra si mund kontribojmë ne fëmijët, pra grup mosha jonë, ose edhe më për zhvillimin e qytetit tonë. Pra cilat mund jenë disa nga ndihmesat që mund t'i marrim parasysh. Thujni prindve të shtëpia, shumë shpejt do të ndodhe një transformim radikal i qasjes me mbetërinat. Ne do shkojmë komplet në një stil perëndimor, sikur ka gjithë bota. Ne bëjmë me Gjerman fushën e ndarjes në burim, pra gjithë këto materialet e riciklueshme do kenë një trajtim në një fushë. Dhe prind tuaj do t'ju thoni që ju vetëni do kontribuoni që mos me hedhni gjë në tokë, do me hedhni në kosh. Dhe prindve më thonë që do vendosit një orar dhe në atë orar me qese, në trotuar aty do të dalin mbetërinat. Në një orar X, jo kur të teket. Nuk ka vend në botë që i nxjerr mbetërinat kur të teket ose merr tjetër të thesin me te këto na kemi pa përballë
konfliktit. Vetëm se hajde se kemi punime qytetin dhe i kam lanë, se unë nuk dhe le mo ato, me marë kartonat e qa kanë domatet e kalbme që janë kalb 2 ditë para, merë në plasin kosh. Dhe koshin në orën 9-10 e ke rafsh. S'mundet. Çdo biznes do maj koshat të biznesi. Është biznesi i vogël, do maj koshën e vogël. Është biznesi i madh, do maj koshën e madh aty. Në moment kur vjen makina do ta nxjerr. Materialet e riciklueshme, ç'a janë, mund t'i fusë me qese tjetër, i marrim ne si bashkinë çdo orar. Ju do të kontribuoni me këtë dhe ne do të bëjmë një sistem ku do përfshim në një fushat sensibilizuese, një janar mbrapa, jemi duke përgatit, ku do marrim pjesë gjithë drejtuesit e institucioneve, do marrim pjesë gjithë ata që dalin vullnetar, do shpallim një ashtu për me dalë vullnetar, do marrim gjithë kryepleqt e zonave, gjithë intelektualet, drejtorët e shkolla do implikohen gjithë, nxënësit ekselent do implikohen, gjithë, kush me dëshirë, nuk do i bëjmë me zor, të gjithë do t'jenë në skalion, për shembull në lagjën e zonë Guraj. Do shkojmë shtëpi në shtëpi. Firmos të zotni. Ky është modeli. Dhe plus se do vëmë sistem kamerash në qytet, edhe për sigurinë, për të rritë sigurinë e banorëve, po edhe për të monitoruar, të gjitha do monitorohen dhe këtë vështrim edhe në zona rurale, ku shkojnë me karrocë te koshi fsin punë shko me karrocë ai. Poshtë aty, se nga të karrocën aty, det e ke oshkoshin si për bosh. E si dhe bëjmë këtine? Më rarë. Si gjithë bota. O në orën kaq s'munësh me nxjerr beduina ati sa tek ty. Koshat në qytet nuk janë për me hedh supermarketi. U kap supermarketi duke hedh aty ose marketi, i unë gjëbitën. Aty mund të hedhësh ti një gjanë, se ke një shishe ujë në dorë, mund të hedhësh te pjesa, dhe ndrojmë koshat, te pjesa plastikës, mund të hedhësh, ku të hash sufla që hedhë letrën diku tjetër, po s'mund është me hedhë ti thesin me domatet kalbëra, me mish. Nderuar kryetar, në qoftë se do t'jepet mundësia për të përcjellë një mesazh të fëmijët të lezhës në lidhje me kujdesin ndaj qytetit, cili do ishte ai? Këto që thashu. Mundoheni me edhe pse kaloni rrugës dhe shihni se ka hedhë dikush, kapeni hidheni këtë koshi. Për veten tuaj e keni. Unë doja të dija sa garanton bashkia që të drejtat e fëmijëve nuk ngelen vetëm në letër, por dhe zbatohen në praktikë. Nuk është bashkia garante e kësaj. Bashkia është një instrument, një institucion shumë i fortë. Drejtat e fëmijëve fillojnë që në familje, janë, për mendimin tim, unë mendoj se shkon në konjunkturën edhe të asaj që ka, që studion kriminologjia. Unë kam dhënë mësim 5 vjetë, 6 vjetë në universitet. Për kriminologji kam qenë lektor edhe për kriminalistik. Familja është qeliza numër 1, ku ti merr gjithçka të duhet. Ti fillon dhe adapton, duke rrit, duke hap syt, ti shikon e adapton sjelljen e punëve tu, e shikon. Ndikohesh ekonomikisht nga niveli ekonomik i shtëpisë, nëse, më thënë, një fëmijë nuk ka më hangër, ndihet keq, është një drejt që i takon, por mundësit nuk janë. Pa që në familje fillojnë disa gjëra që kanë turbulenca, dhe ndikojnë. Pastaj shkon në shkollë, është para pa që edhe në shkolla do të jetë shumë e kujdesshme dhe duhet të bëhet që është e mundur që fëmijët të trajtohen në mënyrë të barabartë, të mos ketë diskriminim, të mos ketë bullizim. Nga njerë edhe mësuesët nuk e bëjnë mirë punën si duhet. Shef se tjetri ka ardhur me probleme ekonomike nga shkolla, ka ardhur nuk i ka rroba si gjithë tjerët, fillon të bullizohet, fillon të duhet të ndërhyje më herë, do ta gjejë, do ta motivoje, do të japem pak më shumë mundësi, do të rrihe më afër, do të flasim me nxënësit e tjerë. Janë disa drejta fëmijësh që nuk janë të shkruar, po janë çështje edhe të sjelljes së përditshme. Gjithë e keni detyrë, edhe në lagje, janë 3 institucione sociale sipas meje është familja, shkolla dhe shoqëria, ambienti ku lagja, si dizenjohet lagja, aty pastaj vjen bashkia.
Dizajnja e lagjës, a ka lulisht aty, a ka ndryshim aty, a ka një fasad të bëmë mirë, a ka një ujë, a ka drita, këto ndikojnë të ti, pozitivisht ose negativisht. Ose të cenojnë të drejtat e tua, ose si cenojnë, ose lënë gjurmë negative, ose pozitive. Pra, ne ndikojmë nëpërmjet investimeve, nëpërmjet rehabilitimit edhe të qendrave të fëmijëve për shembull, edhe të kopshteve, të shkollave të reja që kemi bë. Për shembull, sot nuk te cila shkollë ishte i vet? Te Ydajeti. Ngjit me ke Gjergj Kastriotin, që ke shkollë me nivele bashkohore, po bëhet Gjergjfishta me nivele bashkohore, ke Shëngjinin, ke pra, çdo investim, ke pallën e kulturës që tash bëhen ndryshe, që e ke pas si me qenë kështu, po me hyn ti dhe ke dëshirë me hyj aty, do të thotë që ty të krijohet një tjetër që pra bashkia nëpërmjet investimeve, nëpërmjet parqeve, nëpërmjet gjëra dhe ne me parqet e me gjëra nuk kena operu për shkak të kësaj që po bëjmë tashti. Të KFV-s gjermanët nuk janë si ne që vinë nesër. Gjermanët kanë ato trezinë vet, kanë ardhmë në fund. Dhe duhet mbarojmë këtë rrëmujën e llaqit e hapjes kanaleve kështu që pastaj të ndërtojmë qytetin që duam ne. Dhe do ta bëjmë. Nëse do t'ju duhej që të përshkruani rininë e Lezhës me 3 fjalë, cilat do ishin ato dhe pse? Nëse flasim për rinin, ka disa kategori trinish. Ka trin të shkollum që janë shkollu dhe kanë ecë para, bëjnë përpjekje të përditshme për të ndiku edhe për ekonominë e vetë, po edhe për Lezhën. Ka të rinj që s'kanë marrë shkollë, po kanë marrë zanat, shkojnë punojnë. Di plotun që qojnë mjes, shkojnë punojnë në ndërtim, shkojnë punojnë në marangos, shkojnë punojnë në elektricist, ka punë, hidraulik. Zanatet nga njëherë pinë më shumë ujë se sa shkolla lartë, atë një mirë. Një zanat li, për shembull, që ditë të riparoj frigorifera e kondicionera që janë to, merr më shumë lekë se sa kryetari i bashkisë. Po ama duhet të fokusu. Ka pasaj të ri, tjerë që varet. Po unë në përgjithësi me qashof nuk është situata negative. Ne jemi mësu me marrë mas fenomene negative dhe me kriju alibin, po nuk do të thotë se ka 10 fenomene negative dhe mbi këto fenomene negative ne ndërtojmë alibin. Sa pozitive, shembuj pozitiv ka, janë me qindra. Sa shembuj negativ ka Lezhë, janë me 10. Atëherë si do ta bëjmë bilancin ne? Se në një shoqëri është e pamundur që ti mos kesh fenomene negative. Ka lloj media sot për shembull është shumë e çuditshme, për mua krijon efekte, unë kam marrë pjesë disa herë në debate në media dhe dikur e kam ngrejt, mos prodho, shiko frekuencat e negativitetit. Në qoftë se për shembull një gjë, qoftë një fenomen kriminal, ndodh shpesh, atëherë do thotë diçka nuk shkon. Po nëse ndodh një herë në 10 vjet një gjë, nuk është fenomen, e mund të ndodh. Pra unë shoh më shumë pozitivitet, edhe shumë kanë shkuar edhe emigrantë, edhe atje kam taku, janë integruar në punë, kanë kriju familje, ndikojnë në ekonominë e Lezhës. Ju që jeni në zonës, jeni në një qasje shumë pozitive, di pak në zonës, kam marrë nëpërmjet marrëdhënies, diskutojmë. Kam qellu me pa dhe shembuj shumë negativ kjo parasysh, dhe vajzash. Po e përgjithshmja, këto janë me gishtat e dorës. Pra që ne i kena problem mallor, ne edhe ne si bashki kemi hyrë me shërbime. Janë me gishtat e dorës, ne s'mund të themi se janë 10 raste këtu në Lezhë dhe në Lezhë bën tataja. Se kjo shoqëri s'bën. Se familja u shkatërru. Si u shkatërru? Po mira familjet e tjera duhet mbajnë koston e një familje X se ndodhi, këtu nuk jetohet. Po pse nuk jetohet? Se vritet në Amerikë. Në Amerikë shkohet, në shkollë sa raste ka ndodhur në shkolla. Po nëpër qendra tregtare. Sa raste ka ndodhur. Dhe jetën komplet pasigurt edhe në Amerikë. Nuk ka siguri absolute kur. As në Amerikë, as në Kinë, as në Itali,
askund nuk ka koeficient garancie në 100%, vetëm këtu mendojnë disa se jetojmë në shtetin e mrekullive dhe gjithçka do të ndodhë në perfekcion. Nuk ka. Nuk ka shoqëri që jeton pa krimin sot. Çfarë frekuencë është krimi është mohabet tjetër. Nuk ka shoqëri që nuk ka fenomene negative. Në çfarë frekuencë janë to në raport me të përgjithshmen, ky bilans bëhet. Për çfarë gjë është ndjesh krenar që revër si kryetari i Bashkisë së Lezhës? E vetëmja gjë që ndjem krenar se me tjerat së di, po është se kam la borxhet e bashkisë, s'kena borxh kërkujt. Se ka qenë myt në borxhe bashkia. Po, edhe që i kam qut do të shtëpia, një 600 vjet që zvishin fare, edhe mëshin rrogën kot. Mëshin lek e familjeve tuaja, aty e i bashën rroga, i bashën rrushë kumullat e klubi, zvishin punë se dishin nga bje bashkia me sa kam marrë kam qut të shtëpia. A keni ju ndonjë plan ose projekt, ndonjë ëndër që akoma nuk e keni realizuar si kryetar, që vërtet synoni që në këto vite të ardhshme të realizoni? Tash këtë çështja e ëndrrave është pak si kështu si abstrakte, po që unë ëndra s'kam më, në kuptimin e karrierës, ndoshta detyra objektiva kam. Dhe objektivat ne kemi për të ndërtuar një qytet bashkë me njësitë administrative zona, një qytet tash s'mund të tham model, nëse kjo edhe këtë shprehje me superlative ashtu s'm pëlqen kjo. Një qytet normal, të jetueshëm që afron kushte optimale jetese dhe krijon facilitetet e nevojshme që jeta të zhvillohet, turizmi zhvillohet. Dy shtylla ka industria në Lezhë, ka turizmin dhe bujqësinë, sot për sot. Ne fokusohemi te turizmi dhe te bujqësia. Kemi hap 714 km kanale kulluese vadice. Po të pyetje para 6 vjeç do thosha ne s'kemi për t'i bë kurrë këto, po në fakt ne i bëm. Me hima gjatë ashtimi me thonë se pse nuk u bën, si nuk u bën, nuk do hy se s'do hy me bën me një oll. Qa ka ndodhë aty, po është të dhimbshme që nuk e në bo. Ne kemi kriju një mundësi tjetër për bujqësinë, po vazhdojmë të bëjmë prapë me stacione ujitjeshe, me investime të tjera. Tashti bëjmë 120 km rrugë, në qëse për 190 kena bo për 4 vjetë, vetëm për vitin që vjen ne bëjmë 120. Pra, sa kemi bo 4 vite, rresht, ne bëjmë për një vit. Dhe do ishtërim në gjithë njësitë administrative këto. Në gjitha fshatat, Lezhë ka 23 rrugë, vetëm qyteti me i bo. Po, jena të varur nga punimet. Jemi në një transformim total me fokus të infrastruktura, me qëllim dhe ëndra ime është për një qytet që ti thush, po, unë jam i gëzuar që jetoj në Lezhë, dhe ishte më mirë me jetu në Paris, po, në rregull jam në Lezhë. Kena pas të rëgjim ma shumë si Parisi. Po Parisi ka problem me emigrantë, se në Paris flenë aziatikët në lulishte. Edhe kanë ndot Parisin, nuk është ashtë mirë. Atëherë, unë dua të di në qoftë se ka ndonjë projekt për shtimin e kursive të biçikletave në mënyrë që siguria të fëmijëve që kanë hobi ecjen në biçikletë të jetë më e lartë. Shika çfarë problemi kemi tash që ta dini. Ky qytet kur është bën, kur është dizenju, se duhet kuptoni qytetin. Ky nuk është bën për kaq kapacitet popullatës sa ka sot. Rrugët janë dizenju të ngushta. Kur bërtas unë se duhet bë kjo parkingu në toksor, Lezhë e ka nevojë Uleritse që duhet ketë një parking në toksor. Se unë kam hap sheshin këtu për parking, po shkoni shikojni, kam thuj gjithë merë, dhe unë duhet me pagu lek me rregullu nesër sheshin. Po unë kam bë për të liru trafikun, ky sheshin nuk është për parking. Ne kemi bë për të liru sa do pak trafikun në qytet. Kur të bëhet ai parkingu, që besoj se do ta marrim okejn, në fillimi i vitit tjetër, ne pastaj do të heqim komplet parkingjet në rrugë. Për shembull, rruga Luiç Gurakuqi deri te stadiumi do ketë parking, as bulevardi Gjergj Fisha s'ka shans me pas parking. Disa
Zona rezidenciale për shembull që do bëhen me kartë rezidenti, po e zam këtu Lagja Bregu Drini, Dëshlidhja, 2-3 spote parkingit ku ne na le, ne dhe japim banorëve me pagesë. Të tjerë do shkojnë me abone në 50.000 lekë në Tiranë, shko me abone, një herë muj pagun 50.000 lekë, futë makinën sa herë dush. Kështu do bëhet me abone parkingu madh. Dhe atëherë ne mund të shikojmë mundësi, nëse na le rruga, një rrugë janë të ngushta, nuk na lën shumë mundësi. Që t'jemi realist, për nëse do na lënë mundësi, ne po do bëjmë një gjë, do bëjmë sinjalistikën horizontale e vertikale dhe do shikojmë mundësinë e kalimit me një sens. Nëse do na lënë me një sens, atëherë po, mund të mendojmë për si biçikletësh. Për momentin nuk jam i sigurt për ta thënë. Shumë faleminderit, unë kam thonë, kam bërë një herë një takim të ragacionistat, kam bërë një takim të QKF-ja, e të gjimnazi kam bërë. Ne du të nëzisim tema me ju në zonësit, du të nëzisim tema, ku për shumë vjen një ditë drejtori policisë, vjen një ditë kryetari i bashkisë, vjen një ditë prefekti, vjen një ditë drejtori i arsimit, vjen një ditë që ju jep informacion, sepse atmosfera shumë e helmuar, ke parasysh. Njerëzit po të shikosh në rrjetet sociale gjykojnë sipas përkatësisë partijake, nuk gjykojnë sipas realitetit. Dhe krijohet në perceptime, pastaj të gabuar ju e prekni vetë. Unë kam ngeli shoku nga mënyra se si brez ju i percepton gjonat i kap. Pra e shef gjon dhe e vlerëson. Po shkosh te njëri sa të piraki në klub thot ha, çka ka bën, asisen s'ka bën. Sepse duhet me qu lekë të shtëpia ti me piraki. Ai kështu e koncepton, nuk e koncepton se u vun dhe një gosht aty. U hap edhe i kanal, po rregullohet një gjë. U bë dhe i kopsht, u bë dhe i qerdhe, u bë dhe i shkollë, e shoqër. U bë një gjë, nuk e koncepton shumë mirë. Prandaj ju falenderoj shumë për pozitivitetin dhe për qasjen. Edhe një herë t'i falenderoj që e di se kam punë të vështira.